Dashi. Të lindur më, 21 mars, 19 prill. Në dashuri, sot mund të ndjeni një afrim të veçantë me partnerin, ose mund të shfaqet dikush që ju tërheq vëmendjen. Në punë jeni të vendosur dhe të organizuar, duke ju sjell mundësi për të përfunduar detyrat e vështira me sukses. Kujdesuni për shëndetin, pasi lodhja mendore mund t'ju ndikojë, ndaj merrni pak kohë për qetësi. Financat janë të qëndrueshme, por shmangni shpenzimet pa menduar gjallë. Demi. Të lindur më, 20 prill, 20 maj. Sot në marrëdhënie mund të lindin keqkuptime të vogla, por një bisedë e sinqertë do t'i zgjidhë ato shpejt. Në ambientin e punës do të ndiheni të vlerësuar dhe mund të merrni një ofertë të re ose një kompliment nga e pronët. Shëndeti është i mirë, por mos neglizhoni ushtrimet fizike. Këshillohet të monitoroni shpenzimet, pasi mund të përballeni me një pagesë të papritur. Binjakët. Të lindur më, 21 maj, 20 qershor. Dita sjell energji pozitive në jetën tuaj sentimentale, me mundësi për të kaluar çaste të bukura me partnerin ose për të njohur dikë të ri. Në punë, kreativiteti juaj do të vlerësohet dhe mund të merrni një projekt interesant. Shëndeti është stabil, por mos harroni të kujdeseni për rutinën tuaj ushqimore. Financat paraqiten të favorshme, me mundësi për një fitim të papritur. Daforia. Të lindur më, 21 qershor, 22 korrik. Në dashuri, mund të ndjeni nevojën për më shumë hapësirë ose për të diskutuar ndjenjat tuaja hapur me partnerin. Në punë pritet të përballeni me sfida, por këmbëngulja ju çon drejt suksesit. Shëndeti kërkon vëmendje, veçanërisht në aspektin emocional. Buxheti është i balancuar, por shmangni investimet e rrezikshme sot. Luani. Të lindur më, 23 korrik, 22 gusht. Sot jeni plot energji në marrëdhënie dhe mund të surprizoni partnerin me një gest të bukur, duke forcuar lidhjen tuaj. Në punë, bashkëpunimi me kolegët do t'ju ndihmojë të arrini rezultate të mira. Kujdesuni për shëndetin, sidomos për gjumin dhe pushimin. Financat janë nën kontroll, por mos u tërhiqni nga blerjet impulsive. Virgjëresha. Të lindur më, 23 gusht, 22 shtator. Dita sjell harmoni në jetën tuaj sentimentale, duke ju dhënë mundësi për të shprehur ndjenjat me lehtësi. Në punë do të keni sukses fal përpjekjeve tuaja të vazhdueshme dhe mund t'ju ofrohet një përgjegjësi e re. Shëndeti është i mirë, por mos neglizhoni aktivitetin fizik. Në aspektin financiar, tregohuni të kujdesshëm me huazimet. Peshorja. Të lindur më, 23 shtator, 22 tetor. Në dashuri mund të ndjeni një nevojë për reflektim dhe qartësi, ndaj është momenti i duhur për të shprehur dëshirat tuaja. Në punë, energjia dhe kreativiteti ju shtyn drejt përfundimit të detyrave që keni lënë pezull. Shëndeti është i qëndrueshëm, por shmangni stresin e tepërt. Në financa, shfaqen mundësi të vogla për të rritur të ardhurat. Akrepi. Të lindur më, 23 tetor, 21 nëntor. Sot marrëdhëniet mund të përballen me sfida të vogla, por komunikimi i hapur i zgjidh të gjitha. Në punë mund të dilni në pah me idetë tuaja origjinale dhe të fitoni besimin e kolegëve. Shëndeti është i qëndrueshëm, megjithatë kushtojini vëmendje ushqimit. Financat janë të qëndrueshme, por mos merrni vendime të nxituara për investime. Shigjetari. Të lindur më, 22 nëntor, 21 dhjetor. Në dashuri, jeni të rrethuar nga energji të mira dhe mund të përjetoni emocione të thella me partnerin ose të takoni dikë interesant. Në punë do të keni mundësinë të shfaqni aftësitë tuaja dhe të fitoni mirënjohjen e të tjerëve. Shëndeti kërkon pak më shumë kujdes, sidomos ndaj lodhjes fizike. Financat janë të mira, me mundësi për të kursyer diçka më shumë. Britsjapi. Të lindur më, 22 dhjetor, 19 janar. Dita favorizon marrëdhëniet sentimentale, ku një bisedë e sinqertë mund të forcojë lidhjen tuaj ose të sqarojë paqartësitë. Në punë do të përballeni me sfida, por vendosmëria ju ndihmon të kapërceni çdo pengesë.
Shëndeti është i mirë, por kushtojini vëmendje dietës. Financat janë të qëndrueshme, por shmangni shpenzimet e panevojshme. Ujori. Të lindur më, 20 janar, 18 shkurt. Sot mund të ndjeni emocione të forta në jetën tuaj romantike dhe është momenti i duhur për të shprehur ndjenjat. Në punë, bashkëpunimi dhe komunikimi do të jenë çelësi i suksesit tuaj. Shëndeti është i mirë, por bëni kujdes me tensionin emocional. Në aspektin financiar, mund të merrni një informacion të dobishëm për të ardhmen. Peshqit. Të lindur më, 19 shkurt, 20 mars. Në dashuri, ndjeshmëria juaj sot është e lartë dhe mund të ndikojë në marrëdhëniet me të afërmit ose partnerin. Në punë, pritet një ditë e ngarkuar, por organizimi do t'ju ndihmojë të përfundoni gjithçka në kohë. Shëndeti është i qëndrueshëm, por mos harroni të pushoni mjaftueshëm. Financat janë të mira, por tregohuni të matur në shpenzime. Për të rejat më të fundit nga politika, bota, sporti, shobizi, horoskopi, mjekësi, automjete dokumentare, çështje sociale, na ndiqni duke bërë subscribe. Ne do ju ofrojmë një gamë të gjerë informacionesh faleminderit nga stafi i personazh.